Të nderuar miq, përshëndetje dhe mirë se takohemi sërish në emisionin dhe takimin ton të përjavshëm çdo të thotë. Na ndodh shpesh që kur jemi në xhami të dëgjojmë shpesh terma si hoxh, imam, muezin dhe shpesh ndoshta dikush mund të ketë konfuzitet se kush është imami, kush është hoxha dhe kush është muezini. Do të flasim sot për këto tre kategori, këto tre terma, si mund t'i përkthejmë, si mund t'i kuptojmë, cilat janë funksionet e tyre, cilat janë detyrat e tyre dhe cilat janë raportet që duhet të ndërtojmë me këto tre, po themi, personazhe, nëse mund të themi kështu. Për të na folur për këtë temë do të kemi sot imamin dhe hoxhën e nderuar Ahmet Kalaja. Hoxh, mirë se vini. Mirë se gjeti. Hoxh, unë thash imamin dhe hoxh, më nuk e thash muezinin. Ku është diferenca dhe çfarë do thotë imam apo hoxh apo muezin? Faktikisht hoxh është mësuesi i fesë, sepse në origjinal fjala hoxh nuk kupton mësuesin. Për këtë arsye për shembull edhe në disa gjuhë sot, për shembull mësuesit i thon hoxh, hoxham për shembull turqisht, mësues, profesor. Si kuptim, ndërsa është bërë pastaj si term mbi të gjithë ata që ju mësonin njerëzve fen islame, besimin islam, ju thonin hoxha, do të thonë mbeti si term i tillë. Faktikisht për gjëra interesante është se në librat që flasin mbi biografinë e dietarëve të islamit, diku ishte shkruar, thoshte dhe njerëzit në atë vend kur fliste për pjesën e Uzbekistanit, për pjesë, thoshte dhe njerëzit në atë vend kur dikush ju mëson fen dhe besimin, i thon hawaxha. Pra, do të thonë është diçka shumë e vjetër, është si term shumë i vjetër, që nuk kupton mësuesin e fesë, mësuesin e besimit në përgjithësi. Dhe faktikisht termi hoxh ky faktikisht, pasi hoxh nuk mund të quhet çdo kush, sepse ne gjejmë për shembull edhe njerëz që ndoshta nuk kanë njohuri të duara mbi fen, apo vetë quhen hoxh, njerëzit i quajnë hoxha, po faktikisht hoxh është një term i cili nuk kupton një të kualifikuar në dije dhe në shkencë. Në shoqërinë tonë sot po pandi kë pak me mjekër ose me një çallë, diçka thon ai hoxha. Po, është sepse kështu ka qenë më herët, zakonisht hoxhallarët kanë qenë njerëz që kishin një paraqitje të veçantë, dhe populli dallohej me paraqitjen tjetër. Dhe në momentin që sot për shembull rinia shkojnë drejt asaj paraqitje, në memorien e njerëzve ka mbet ajo që kush ka mjekur për shembull është hoxha dhe i thasin edhe hoxha. Madje dje isha me një vllajën ton, i cili domethënë kishte një çështje për zgjidhur dhe po më tregonte se i thoshte ai zotëria me cilin ky kishte debatin, o hoxh, po pse kështu? Edhe i thoshte, po pse thot hoxh, po kështu ta më thrasin gjithë. Pra gjithë zonat i thrisin hoxh pavarësisht se ai nuk është hoxh. Pra hoxh faktikisht është ai i cili ju mëson fen dhe besimin njerëzve, dhe njeriu nuk mund të jetë mësues i fesë dhe i besimit për njerëzit nëse nuk është vetë i kualifikuar. Pra duhet të jetë patjetër i kualifikuar që të meritojë këtë titull. Pra është njësoj a mund t'i thrasësh dikujt o mësues ose o profesor nëse nuk është i kualifikuar, nuk mund t'i thrasësh. E njëjta gjë është edhe me hoxhëllikun ose me termin hoxh. Pra nuk mund t'i thrasësh çdo njeriu, po patjetër njeriu duhet të jetë i kualifikuar dhe i diplomuar. Pra që do thotë që të jetë hoxh duhet ta zotërojë njohurinë mbi fen dhe duhet të ketë disa kualifikime fetare që pastaj të ketë mundësi dhe t'u shpjegojë tjerave sipas shkollave të mirë caktuara fetare. Jo thjesht njohuri sipas kurrikulave që dihen, domethënë në botën islame apo diku në Shqipëri apo diku tjetër, nuk është problem. Në Kosovë, e rëndësishme ky njeri të jetë i kualifikuar, që është ndryshe për shembull kur nuk ka shkolla ku njerëzit mund të kualifikohen dhe niveli është le të themi niveli është si le të themi kohët më përpara që njerëzit mësonin nëpër metepe etj. Është gjë tjetër. Ne po flasim për kohën që jetojmë, patjetër që njeriu duhet të jetë i kualifikuar. Edhe në atë kohë faktikisht, jo çdo njeri mund të bëjë hoxh, por që njëri të bëjë hoxh duhet të plotësonte hifzin, duhet të plotësonte disa libra, të kishte mësuar tek hoxha i tij. Atë kishte shkuar tek dikush më i rritur, tek dikush më i madh, dikush që kishte njohuri. Pa duhet të kishte kualifikim. Ky për sa për tani hoxha, domethënë është ai i cili mëson njerëzën fen, ky i cili mund të jetë i emëruar diku si hoxh ose mund të jetë edhe i pa emëruar. Për shembull ka njerëz që kanë mbaruar shkollën, por nuk janë të emëruar si hoxhallar. Mirë, po ato mund të kenë mësime, mund të kenë ligjërata, mund i shpjegojnë njerëzve fen dhe besimin. Pra ai quhet hoxh pavarësisht se e ka këtë në një hierarki të caktuar, është vendosur në një pozicion hierarkik të caktuar apo jo. Pra ai quhet hoxh.
Ky është kuptimi i hoxhës. Domethënë normalisht hoxha duhet dallohet përveç se me dijen e tij, duhet dallohet me sjelljen e tij, me edukatën e tij, me komunikimin e tij me njerëzit, sepse ai është mësuesi, ai është profesori, është shembulli. Dhe për këtë arsye domethënë nuk është gjë e lehtë të thon hoxh dhe ta meritosh këtë emër, po duhet ta mbash dhe duhet, si më thënë, le të themi ne kështu shqip, të japësh hakun këtij termi, sepse me të vërtetë është gjë e madhe që ti jesh hoxh, ti jesh domethënë mësues i fesë. Ndërkohë fjala imam apo termi imam është, po themi, një lloj hoxhe i gradit tjetër apo imam është pra imam faktikisht është më shumë një term i cili përdoret në hierarkinë e institucioneve fetare. Pra një njeri i cili është hoxh dhe udhëheq njerëzit në një xhami, pra udhëheq imam, çfarë do thotë në gjuhën origjinale, nënkupton prisin, drejtuesin, udhëzuesin, këshilluesin. Ndërsa në kuptimin e themi si term është bërë për njeriu i cili prind apo udhëheq një xhami. Pra quhet imam. Për këtë arsye çdo xhami ka një imam. Pra drejtuesi, prijësi, bariu i asaj xhamie nëse ta quajmë, pra njëri i cili drejton dhe orienton njerëzit. Ky është hoxh faktikisht në profesion, pra në kualifikim, mirë po në momentin që hoxha kalon në drejtim xhamie, atëherë ai quhet imam. Pra fiton titullin imam. Me ndoshta edhe disa aspekte administrimi, pastaj dhe të jetës fetare dhe të organizimit. Me organizimin, me administrimin e xhamisë. Termi imam faktikisht më herët është përdorur për njerëzit e shumë kualifikuar në dije. Si më thënë, hoxhallar ka pas shumë, ndërsa imam i thoshin atij që ishte shumë i kualifikuar në detyri. Për shembull, themi ne imam Ebu Hanifja, imam Ahmed ibn Hanbeli, imam Shafiu, imam Maliku. Kjo nuk kupton që kanë qenë drejtues xhamie. Këta njerëz kanë drejtuar ummetin. Pra gjithë bashkësinë islame kanë drejtuar këta njerëz. Pra drejtues, udhëheqës dhe prijës. Në kohët e sotme, duke qenë se gjërat janë shumë më të shpërndara, shumë më të specializuara, shumë më të personalizuara, domethënë është bërë titulli imam thjesht për atë titullin hierarkik. Pra kur një njeri drejton një xhami, është udhëheqës i një xhamie quhet imam. Pra hoxhliku është term i cili nuk kupton njerëz të kualifikuar në shkencat islame. Imamliku është një term i cili nuk kupton drejtuesit institucional të xhamiave. Pra një njeri quhet imam nëse është drejtues i një xhamie. Ky titull mund të mbetet njeriu, për shembull, edhe mos të jetë, për shembull, të themi imam xhamie, po ka kaluar në një pozicion tjetër apo është kaput nga administrimi apo nga pjesa hierarkike e funksionimit të pozicionit të tij, ai mund të qoftë imam edhe më pas, sepse çështja e imamllikut është edhe punë zemrës, se sa i fiton njeriu zemrat e njerëzve. Pra mund të jesh prijës dhe udhëheqës edhe pa qenë imam xhamie. Pra njeriu mund të udhëheqë zemrat e njerëzve, mund të orientojë zemrat e njerëzve edhe pa qenë një titull hierarkik siç është rasti i imamit. Mirë, po ne po flasim për diçka që për termin që dëgjojmë dhe që njihet. Termi që dëgjojmë dhe që njihet, imam nënkupton prisin, drejtuesin e një xhamie, i cili normalisht nuk mund të jetë vetëm se nëpërmjet një procedure fikse, le të themi formale, nëpërmjet tij dhe institucionit i cili drejton xhamiat, për rastin e Shqipërisë Komunitetin Musliman Shqiptar, në rastin e Kosovës Bashkësia Islame, në rastin e Maqedonisë me Shihati. Pra ky person i cili ka, le të themi, kualifikimin e hoxhës, bën një marrëveshje dhe një kontratë me institucionin dhe ai pastaj aty emërohet për të qenë imami i xhamisë, për të shërbyer nevojave të xhamisë, udhëheqjen e njerëzve në falje, në lutje, në adhurime, në raste gëzimesh, në raste hidhrimesh, pra për të menaxhuar, le të themi, jetën fetare. Dhe jo vetëm kaq, faktikisht imami nuk duhet të jetë i kufizuar vetëm tek pjesa fetare e të jetuarit të njerëzve, po ai faktikisht duhet që të jetë i shkrirë krejtësisht në jetën e xhamatit, pra xhamat do të thotë besimtarët që falen mbas tij, dhe pse jo edhe, domethënë mos të mbesin ndoshta edhe në kufit e xhamisë tij, po edhe të dalë më shumë, sepse ti jesh prijës dhe ti jesh udhëheqës nuk është fort privilegj, po është përgjegjësi. Pra nuk është thjesht një punësim, sa është një amanet dhe një përgjegjësi dhe një detyrë që njeriu o e merr dhe i jep hakun, ose më mirë mos t'i fuzë kësaj pune, le t'ja lej këtë ngarkesë dikujt tjetër, i cili do t'i japi hakun. Pra është përgjegjësi e madhe. Pra nëse njeriu, themi ne në Islam, për familjen e tij do t'i japi llogari. Pra çdo prind do t'i japi llogari për
familjen e tij. Merrem me njëri i cili ka disa familje në kurriz, apo që domethënë shumë njerëz i mbajnë sy tek ai apo orientohen tek fjalët e tij dhe tek këshillat e tij, nuk ka dyshim që përgjegjësia në këtë rast është shumë e madhe. Si në kuptimin fetar, kualifikimi, mirënjohja e situatave, edhe rrethanave dhe domethënë kur të japi një gjykim duhet ta japi shumë të pjekur etj në këtë aspekt, po edhe në pjesën tjetër që ky njeri domethënë duhet të jetë vetë jashtë, jo thjesht tek ajo pjesa e autoritetit fetar që të jep pozicionin, po ky duhet të jetë, mendimi im, i shkrir me masat pranë njerëzve, edhe nuk duhet ta shohë veten e tij se është dikush që dallon nga njerëzit, përkundrazi duhet ta shohë veten e tij si një shërbëtor të njerëzve. Ndërkohë, për të qenë muezin, sa herë duhet ta thrasësh ezani për ta marrë këtë titull, apo është një titull i cili kuptimin buron nga institucioni dhe është emërohesh faktikisht çështja e ezanit, muezin në radhë parë do të thotë thirrës i ezanit, pra vjen nga fjala ezan, edhan, që i thon, muezin, ai që thret ezanin, muezin është nga turqishtja e rregulluar. Muezini faktikisht është personi i cili thret ezanin. Personi i cili thret ezanin normalisht le të themi si titull hierarkik duhet të jetë nëpërmjet institucionit, pra është institucioni ai i cili përcakton muezinin një xhamie, ose nëse institucioni i ka lënë dorë të lirë imamit, është imami i cili përzgjedh muezinin e tij ose muezinin për xhamin e tij. Faktikisht muezin mund të jetë çdo njeri, por në momentin që ka një pozicion të tillë, pra një emrim për një person, atëherë nuk duhet kalojë situata në anarshi, sepse ne e dim shumë mirë çdo thotë me thirr ezanin, ai njeri i cili thret ezanin, shpërblimi i ezanit nuk i shkëputet, ai njeri i cili thret ezanin do të jetë më i dalluar i ditën e Kiametit ngrasi me të gjithë njerëzit e tjerë, sepse ka thirrur ezanin. Çdo gjë që e dëgjon ezanin e tij do të dëshmojë ditën e Kiametit dhe do ta përsërisi fjalën e tij deri në ditën e Kiametit. Pra shpërblimi i muezinit është shumë i madh. Një i cili bën rolin e muezinit për 12 vite, ky njeri thotë pejgamberi alayhis salam e ka sigurt xhenetin, pra për 12 vite nëse e bën këtë si punë, domethënë. Mirë po, në vendet për shembull kur nuk ka, le të themi, siç ndodh në Evropë për shembull, që nuk është se janë ato pjesët hierarkike shumë të strukturuara, atëherë çështja e muezinit është e lirë. Po edhe në xhamia mund të jetë e lirë, pra muezini zyrtar i emëruar mund të lejojë që ai mendon që mund ta thrasë ezanin, ose me një miratim prak nga ana e imamit mund të thrasë ezanin. Po nëse dikush e thret ezanin një herë apo 2 herë apo 10 herë apo 15 herë, nuk e meriton titullin muezin. Është njësoj sikur dikush të udhëheqë falën e namazit disa herë se s'ka qenë imami, nuk mund të quhet imam. Ai mund të quhet imam për momentin, ky mund të quhet muezin për momentin, por muezin është titull i cili nuk kupton, le të themi, sistem hierarkik, pra duhet të jetë patjetër ky sistem administrativ, pra ky njeri është i punësuar dhe merr rrogën për këtë punë, paguhet për këtë punë. Normalisht edhe muezini, sipas konceptit më të gjerë islam, është, le të themi, në rolin numër 2 në xhami mbas imamit. Pra muezini nuk mund të jetë një njeri i rëndomt, as një njeri i cili s'ka njohuri mbi islamin. Mundësisht duhet të jetë njeri i shkolluar mirë, sepse ky njeri domethënë duhet të jetë besnik, për sa i përket kohëve të namazit, duhet të jetë shumë korrekt, dhe duhet të jetë njeri i cili me të vërtetë ka cilësi të mira, sepse në fund fare ky njeri është ai i cili po thot Allahu Ekber, pra po përhap emrin e Zotit ndër njerëz, dhe ky njeri duhet të jetë shembull faktikisht. Pra në pjesën e kualifikimit, po edhe në pjesën e edukatës, sjelljes, sepse në fund fare njerëzit kur vinë në xhami 2 persona shohin, muezinin dhe imamin. Dhe madje muezinin e shohin të parë, ndoshta sepse po muezinin shohin të parë sepse ai vjen më herët. Ezanin. Pra në një farë mënyrë është pjesë e administrimit dhe organizimit të xhamisë, kështu që ka dhe ai një barë. Ndërkohë ju thatë se hoxha duhet që të ndërveproj jo vetëm me xhamatin brenda dhe problematikave dhe prirjes së namazit, por se dhe me problematikat që ndodhen jashtë xhamisë, pra të shkrihet me shoqërinë aty. Mesazhet që jepen në xhami, gjatë hutbes së xumas apo gjatë momenteve të tjera, janë mesazhe që i përkasin vetëm asaj çfarë ndodh brenda xhamisë, apo janë mesazhe që i përkasin gjithë shoqërisë. Pra
Ne dim se Hoxha përpara ka qenë, po themi, lideri intelektual dhe shpirtëror i gjithë qytetit apo i gjithë zonës. Dhe këtë gjithmonë e bënte përmes xhamisë, përmes mesazheve që shpërndante nga xhamia e tij. Pra, si është ky raporti mes mësimeve të fesë dhe mësimeve të jetës? Normalisht që ai imam apo hoxhi i cili e sheh pozicionin e tij si një pozicion orientues, nuk mund të jetë i kufizuar tek gjërat e fesë dhe të besimit, po patjetër në momente të caktuara dhe në situata të caktuara duhet të dalë edhe jashtë, le të themi, tematikave fetare për të trajtuar. Për shembull, është një temë nxehtë e cila ka nevojë për të ditur njerëzit ora Islami si e trajton këtë temë. Pra ti nuk mund të flasësh për një temë e cila është krejtësisht fetare, që nuk ka lidhje me një realitet caktuar i cili le të themi është tema e ditës. Pra njerëzit kanë nevojë të dinë dhe qëndrimin e Islamit në raport me temat të caktuara. Pra hoxhi vërtet dhe i mirë është ai i cili menaxhon shumë mirë pjesën fetare, mësimeve e tjera të ligjëratave, por edhe di si të japë zgjedhje, imami di si të japë zgjedhje edhe për situata të cilat nuk janë krejtësisht fetare. Për shembull, hapet një temë e caktuar e cila ka të bëjë me vlerësimin e fëmijëve nga Alianca LGBTQI, që është ajo, domethënë, cili është gjykimi i Islamit, muslimanët duhet të kenë një qëndrim ndaj kësaj apo ne merremi vetëm me faljen. Le të themi ardhja e afganëve për shembull, cili është qëndrimi, pra duhet të ketë qëndrime, ndodhi një situatë X e caktuar, për shembull në lidhje me aksidentet. Një trajtim islamik, se cili është gjykimi i Islamit mbi shpejtësinë ose mos përmbajtjen e normave në qarkullimin rrugor. E kështu me radhë, desha them domethënë që hoxha, imami duhet që patjetër të jetë mulim, pra të jetë mbulues i mirë dhe njohës i mirë i situatave dhe rrethanave dhe të di pastaj se si feja, Islami e trajton këtë lloj situate apo këtë lloj gjëje që po ndodh në shoqëri. Pra duhet të jetë i gjithanshëm, nuk duhet të jetë i kufizuar, sepse përndryshe do të çojmë në atë pozicionin shumë autoritar të hoxhës dhe domethënë merret thjesht me punë të xhamisë dhe feja mbetet domethënë brenda kufive të xhamisë ose brenda termave fetar. Nganjëherë kjo futja e hoxhës në tematika të tilla mund edhe të zëmërojë një pjesë të shoqërisë, sepse që duhet atje është hoxha, pse hoxha duhet futet tema të tilla, për shembull pse hoxha duhet merret me politikë, pse hoxha duhet trajtojë tema të tilla, etj. Mirë, po faktikisht nëse hoxha është adapt, pra ja thot, është kompetent, absolutisht pse jo, më mirë të dim se çfarë thotë Islami rreth kësaj teme, sepse është nga Zoti dhe Zoti e njeh shumë mirë se si funksionon jeta dhe njeriu dhe ka sjell, le të themi, zgjedhjen më të mirë absolute, sesa zgjedhjet që prodhojnë njerëzit, të cilat çdo 10 vjet apo çdo 20 vjet apo çdo 50 vjet zbulohet më vonë që nuk pas ka qenë zgjedhja e duhur, le të gjejmë një metodologji tjetër, le të gjejmë një formë tjetër për të dhënë zgjedhje X apo Y situate në jetë. Pra, ndërkohë ai i cili ka ambicie apo ka dëshirë të bëhet hoxha apo të bëhet imam, duhet të ketë parasysh edhe këtë aspekt, pra se shumë shpejt ndoshta të bëhet një referencë në zonën apo në qytetin e tij, e cili do t'i japi versionin e tij, i cili do t'i japë zgjidhjen e tij, pra zgjidhjen fetare të tij, kështu që është një përgjegjësi jo vetëm xhamatore, po themi, po që nga merr dhe një përgjegjësi pastaj dhe qytetare dhe civile, e cila pastaj do të jetë ndoshta dhe zgjidhja më e mirë, sepse duke qenë se ne besojmë se Islami është zgjidhja, po themi, më e mirë në çdo situatë, kështu që duhet që hoxha me sa duket të jetë zëri i zgjidhjes më optimale dhe më të mirë. Pra nuk duhet të jetë thjesht një dëshirë, një emocion, thjesht që të mësojmë për fen, se të marrim sevap dhe shpërblime. Pra duhet parë mbi emocionalen, duhet parë si një amanet. Kjo është fjala më e bukur që mund thuhet për pozicionin e imamit apo të muezinit. Duhet parë si një amanet. Për këtë arsye, nëse dikush me të vërtetë do të futet, atëherë le të futet, se Zoti le të fillojë kërkimin e detyrisë, le të studiojë, le të kualifikohet, sepse Zoti ka për të dhënë sukses, nëse qëllimi i tij është i tillë. Dhe unë mendoj se njeriu nëse i futet pra me qëllimin e mirë, Zoti ka për të dhënë sukses. Ndoshta nuk mund të jetë shumë orator, ndoshta nuk mund të jetë shumë mirë artikulues, por sa atë që do ta thotë nga zemra dhe do të depërtoj në zemrat e njerëzve. Pa nuk është kusht që ai të jetë patjetër një lafolog, një
mirë artikulues, po të paktën atë që e thot duke njohur mirë realitetin, duke njohur mirë argumentin fetar dhe duke ditur se si të bëj, le të themi, atë miksimin, bashkimin mes asaj që quhet njohuri fetare dhe mes asaj që po ndodh në realitet, duke thënë me të vërtetë atë që thatë ju, zgjedhjen më optimale dhe zgjedhjen më të mirë. Kjo nuk mund të arrihet nga çdo njeri. Kjo arrihet nga ata njerëz që janë me të vërtetë të kualifikuar mirë, cilët me të vërtetë qëllimin dhe dëshirën e kanë të mirë. Pse? Sepse ai njeri që ka qëllimin dhe dëshirën e mirë, edhe nëse nuk e njeh një situatë caktuar, nuk prononcohet pa marrë opinionet dhe mendimet e specialistëve. Në momenti që merr opinionet dhe mendimet e specialistëve apo të njohjes së kësaj tematike ose problematike, atëherë ky pastaj din shumë mirë se si ta përkthej në realitet ose se si argumentat fetare zbresin mbi këtë lloj situate apo mbi këtë lloj. Pra ndjenja e përgjegjësisë nuk do ta lejojë gjithsesi që të prononcohet her pas here dhe të ngutet pa marrë mirë. Pra është aq e mirë si pozicion, aq shpërblim të madh ka, po edhe aq përgjegjësi e madhe është. Unë do të jap vetëm një hadith që tregon se çfarë përgjegjësie ka imami. Profeti alayhis salam tha imamin nëse falet mirë, tha është mirë për të dhe mirë për xhamatin. Nëse falet keq, shpejt ku e diun, tha është keq për të, mirë për xhamatin. Xhamati, pra besimtarët që falen mbas tij, janë të fituar gjithmonë. Humbja apo fitoria diskutohet për imamin. Pra është përgjegjësi, për këtë arsye po ta shohësh më herët, e kanë pas shumë cikletshme dalin imam. Ndërkohë që sot për shembull nëse mungon imami 3 veta konkurrojnë më njëherë për të dalë imam. Ndërsa në ato xhamate ku njerëzit njohin mirë fen, e ke parasysh nga njerë bëhet edhe shqetësuese. Jo dil ti, sepse kjo është gjë e mirë faktikisht sepse ja din, le të themi, përgjegjësinë që ka pozicioni. Ndërkohë që gjejmë diku tjetër që jo, 1 minutë vonohet imami, për shembull, më njëherë është futur dikush imam sepse e sheh si krenaria apo si të mirë. Ose ne bëjmë një shkputje shumë të shkurtër dhe rikthehemi bisedës tonë. Ndërmi shihim pas pak pjesën e dytë. Rikthehemi sërish miq në studio, do të flasim në këtë pjesë të dytë për një diskutim i cili ka ndodhur ose ndodh her pas here, vjen si diskutim nga qarqe të caktuara kryesisht edhe islamofobe, por se krijon një farë. Jo, edhe lëvizje të caktuara. Edhe lëvizje të caktuara, feministe, liberale, që thonë pra atë që po diskutonim gjatë pauzës me Hoxhën, pra pse s'ka hoxh, imam apo muezine femra? Pse në islam kur nuk ka patur kështu? E kanë komentuar si një lloj diskriminimi, si një lloj mundësie të munguar për gjinin tjetër. Hoxhenic ose hoxhesh mund të ketë, sepse mësues feje mund të ketë. Pra mësuesi i fesë nuk është i kufizuar në gjinin mashkullore. Nëna e besimtarëve ka qenë mësuese feje, Aisha radhiyallahu anha, dhe i mësonte sahabët. Sa herë kishin ndonjë problem që nuk jepnin zgjidhje diçkaje, shkonin dhe e pyesnin. Imam Buhariu ka pas një mësuese hoxhenic, pra hoxhesh apo Imam Ibnul Qayyimi, e kështu me radhë. Pra nuk është ndonjë marrëzi apo ndonjë çudi që të ketë, siç ka hoxh, të ketë edhe hoxhesh ose nuk e di si mund përshtatet hoxhenicit, thonë ne nga Kosova apo nga Maqedonia. Po kështu dhe çështja e imamit femër. Pra ju thoni për çështjen e mësimit fetar, pra dia nuk është kufizuar vetëm për hoxhesh, le të themi. Po ndërkohë imame që të prin namaz, këtë nuk edhe imame ka. Pra mund të jetë një femër imam për femrat. Pra nëse janë të gjitha femra, imamja i thon, imamja qëndron në mes. Pra nuk del përpara si imami në xhami që rrin para safit, një hap, por se kjo rrin në mes të safit, edhe mund bëhet imame për femrat. E vetmja gjë që nuk lejohet është të jetë muezine edhe të jetë imame për meshkujt. Këtu është dhe diskutimi. Këtu është tema e diskutimit, pasi siç e thatë edhe ju, siç e diskutuam pauzë, që ka pas lëvizje mbas herë, sidomos lëvizje feministe, që e shohin këtë si një, le të themi, diskriminim ndaj femrës, përse vetëm mashkulli duhet të jetë ai i cili udhëheq faljen dhe jo edhe femra. Lejohet për femrën, por imame për femrat. Deri këtu jemi okay. Mund të ketë hoxhesh, pra mësuese femrash,
edhe këtu jemi okay. Tani diskutimi lind, a mund të ketë muezine, pra muezin femër, dhe a mund të ketë imame, pra imam, po që është femër që udhëheq edhe meshkujt. Themi, nuk mund të jetë një gjë e tillë për dy arsye. E para, sepse qëllimi është që njerëzit mos provohen duke adhuruar Zotin. Për këtë arsye dikush mund të thotë pse në Islam meshkujt ndahen nga femrat kur kryhet falja. Unë zotni vin në xhami për t'u falë Zotit, për t'u lutë. Dhe nuk vi që të shtoj sprovat ndaj meje. Nëse unë do të jem i përzier me femrat, nuk përqendrohem tek Zoti, sepse është normale, kjo është e natyrshme. Pra është fiziologjike që në një ambient ku ka meshkuj dhe femra gjithçka për këtë arsye janë ndara. Edhe kjo punë. Pra, nëse do të ishte muezinja, pra femër, tani si do të ndodhi, domethënë. E para nuk ka argument që mund të ndodhi një gjë e tillë, sepse zëri i femrës është sprov për meshkujt. Ku do të vendoset, ku do të jetë ajo kur tras ezanin? A do të kalojë mes burrave derisa të shkojë aty etj. Pra, vetë strukturimi i xhamisë pra nuk është praktike, nuk është funksionale. Nuk është funksionale. E dyta, nëse do të ishte imame, më thonë merr mend se si do të ndiheshin meshkujt dhe çfarë sprove do të ishte për meshkujt që të ishte një femër udhëheqëse e tyre në ritualet e faljes. Pra, e para nuk ka argument. Dhe e dyta nuk është normale, nuk mund të funksionojë një gjë e tillë. Ne themi në Islam që mashkulli duhet të uni shikimin, femra duhet të uni shikim. Janë shumë gjëra që nëse do të ishte imam atëherë shumë rregulla etike islame që kanë bënë me komunikimin mes meshkujve dhe femrave do të binin poshtë. Sepse e ke vendos në udhëheqje dhe e ke vendos përpara vetes. Pra, e para nuk ka argument për një gjë të tillë, mëdhëbet e Islamit janë kategorike për këtë çështje. Dhe është një çështje e cila nuk ka argument, pra është një risi, e themi një bidat, një sajes, e cila domethënë është e shpikur dhe nuk ka as pak mbështetje dhe nuk ka as pak argument. Gjëja tjetër, shkojmë tek le të themi funksioni fiziologjik i femrës. Femra 7 ditë, 10 ditë, 15 ditë ndoshta nuk falet. Çfarë bëhet? Nëse femra është me ato të veta, domethënë, kush do ta zë vendin e imamit, apo do ta kthen vendin në anarshi? Nuk mund ta kthen në vendin në anarshi. Pa ka shumë arsye, të cilat domethënë e para është argumenti, dhe të tjerat ka shumë arsye logjike që përposen plotësisht me atë që Islami neve na mëson për mënyrën se si duhet të jetë raporti i komunikimit, i sjelljes mes meshkujve dhe femrave. Pra, botërisht dihet që në Islam meshkujt janë të ndarë nga femrat. Tani ne duhet ta prishim këtë rregull, i cili është i ndërtuar prej 15 shekujsh dhe duhet t'i përzim apo duhet që një femër ta sjellim për të udhëhequr meshkujt. Dhe kjo është absurde me logjikën islame, diçka e tillë dhe nuk është as pak praktike. Nuk është as pak e pranueshme, absolutisht. Nuk është një çështje për cilën ka dy mendime. Mund të ketë opinione kështu të shkëputura. Pra është absurde nëse mund të themi kështu. E pa kuptim fare. E pa imagjinueshme. Ndërkohë hoxh, cili duhet të jetë raporti dhe edukata e besimtarëve, xhamatit me hoxhën e tyre? Ju thatë që ai ka një status tjetër në menaxhimin, në drejtimin, në mësimin, cilat duhet të jetë pra edukata, nëse mund përmendim disa prej e para, e dyta, a mund të ketë një person, disa hoxhallar, disa imamllar, disa mësues, apo duhet që dikush të ketë një hoxh dhe një mësues dhe me atë pastaj të ndërtoj, po themi, njohuritë e tij fetare. Më e mira është njeriu të ketë një hoxh të tij tek i cili referohet bazik. Pavarësisht se mund të dëgjoj shumë hoxhallar dhe mund të orientohet tek shumë hoxhallar. Pra, më e mirë është të orientohet tek një. Pra, puna e hoxhës është si puna e doktorit, si puna e mjekut. Ka shumë mjek për problemin që ti ke, po ti shkon tek ai që mendon se është më adapti për këtë punë. Edhe ai që të ka ndjekur ndoshta të njeh pak ecurinë e problematikave. Kështu që më e mira kjo do të ishte, pra që njeriu të orientohet tek hoxha i vet dhe tek imami i tij. Pastaj nëse dëgjon edhe imam të tjerë dhe hoxhallar të tjerë nuk ka asnjë problemi, por referencë duhet të ketë hoxhën e tij, nëse është gjithmonë flasim i kualifikuar dhe adapt, sepse mund të qëllojmë në një zonë që hoxha është hoxh, po faktikisht nuk ka kualifikimin e duar etj. Ky është përjashtim nga rregulli i përgjithshëm. Normalisht që hoxha i xhamisë apo hoxha në përgjithësi apo imami, në veçantë pra ai që udhëheq xhamin, normalisht që në radhë para ai duhet të ketë një kod etik në raportet e tij me xhamatin, që do të thotë komunikimi i mirë, pritja e gjithëve, interesimi për hallet dhe për nevojat e tyre dhe si më thën, kujdesi mbi xhamin për nevojat, shpenzimet e çdo gjë.
Pra, është ai i cili duhet kujdeset. Në të njëjtën kohë, xhamati, pra besimtarët duhet të jenë bashkëpunues me imamin për çdo gjë që ka të bëjë me xhamin. Do të jenë respektues të imamit, sepse normalisht është njeriu i cili na udhëheq fen dhe besimin. Ndodhi që mbas vdekjes pejgamberit alayhis salatu selam, po diskutonin njerëzit se kush do të jetë ai që udhëheq, si të më thënë, islamin dhe shtetin islam mbas vdekjes profetit alayhis salam. Disa njerëz mençur çfarë thanë? Mendojnë për Ebu Bekrin, nuk kishte ardhur akoma që t'i jepej besa Ebu Bekrit apo të ishte një zëri, ishte akoma diskutim me dinë. Tha, një grup njerëzish thanë, pra një pjesë e mirë e banorëve thanë, mendojnë për Ebu Bekrin. Dhe kur u pyetën pse, thanë, nëse profeti këtij njeriu i besoi që të na udhëheqi në namaz, sa ishte gjallë profeti, se profeti alayhis salam ato ditë e fundit kishte raste që nuk dilte për shkak të smundjes dhe urdhëroi që imam të ishte Ebu Bekri. Thanë, përderisa profeti alayhis salam i besoi këtij njeriu që të na udhëheqë besimin ton, faljen e namazit, pse mos i besojmë këtij njeriu ne udhëheqjen e dynjas ton? Pra, imami është njeri i cili me të vërtet ka një pozicion që ja ka fal i madhi Zot, ka një përgjegjësi të caktuar dhe xhamati duhet të jetë bashkëpunues me të, jo konfrontues me të. Nëse ka situata apo rrethana duhet ulen patjetër me njëri tjetrin dhe të diskutojnë gjërat. Pra imami domethënë duhet vlerësuar për pozicion dhe për rolin që i ka fal Zoti, nuk duhet harruar kontributi i tij, pra ai mund të ketë kohë gjatë i cili shërben dhe ka raste që kalojnë 2 ose 3 ose 4 breza tek i njëjti imam që falen, luten, falin xhuman, mësojnë aty dhe të gjitha këto nuk mund të jetë mbas shpinës dhe nuk mund të harrohen. Edukat në komunikim, në sjellje dhe përgjigje, si më thënë, bashkëpunuese, atëherë kur imami ka nevojë, flasim për nevojat e xhamisë, për hallet e xhamatit, për një moment caktuar, për një situatë caktuar dhe për një rrethant caktuar. Kështu duhet të jetë, domethënë, raporti mes tyre duhet të jetë një raport familjar, pasi xhamia konsiderohet, domethënë, gjithë njerëzit që vinë në xhami konsiderohen si një familje e vetme. Kryefamiljari i kësaj familje konsiderohet imami, përgjegjësi i kësaj xhamie ose i kësaj familje të madhe është imami, pasi çdo gjë që ka të bëjë në xhami kthehet tek imami dhe përgjegjësitë në raport me xhamin do të japi imami. Për këtë arsye dhe xhamati duhet eci me rregullat, porositë, kodet etike që vendos imami, siç janë shumë kohët e namazit, siç janë pritjet, siç janë kohët e mësimeve etj. Çdo gjë do të jetë orientuar nëpërmjet imamit. Normalisht xhamati mund të propozojë, xhamati mund të kontestojë një situatë caktuar dhe një rrethant caktuar, dhe kjo është absolutisht e pranuar në Islam, dhe kjo nuk do të thotë se po zhvlerësojmë imamin. Mirë, po kjo duhet të jetë me edukat, kjo duhet të jetë sa më private, nuk është e nevojshme që të bëhet zhurmë apo të krijohet situatë anarshike në xhami sepse me të vërtetë imami është njeri dhe mund të gabojë. Mirë, po në momentin që ne e godasim ose domethënë e kritikojmë në syt njerëzve, ka njerëz që janë trinë xhami që kanë ardhur për herë të parë, fillon edhe prishen ekuilibrat edhe humbin ato, le të themi, ato shenjtërit në thonjza që faktikisht gëzon gjithë secili në rrethin shoqëror të xhamatit apo të xhamisë. Pra duhet të jetë xhamati shumë i kujdesshëm edhe në rast se hoxha apo imami një moment caktuar nuk e ka qelluar, duhet të jetë një ulje private, një takim, një sqarim. Ndoshta duhet dëgjuar edhe, si më thën, këndvështrimi i tij, se mund të jetë ndoshta edhe më i qelluar nga ajo që mendojmë ne si xhamat. Pra duhet të jetë jetë familjare, duhet të jemi të familiarizuar me njëri tjetrin, dhe jo, domethënë, ta shohim njëri tjetrin si dy palë të ndryshme. Imami i mirë është ai që çdo të moshuar në xhamat mbi të e konsideron si prindin e tij, çdo xhamatli që është afër me moshën e tij e konsideron si vllajën e tij dhe çdo xhamatli që është më i ri se ai e konsideron si fëmijën e tij. Ky është, mendoj unë, një imam i suksesshëm dhe një imam me të vërtet i duhur, pra ai njeri i cili nuk i sheh njerëzit si të huaj apo si palë, po i sheh njerëzit si familja e tij, sikur të jenë familja e tij. Si do të reagonte një njeri nëse një njeri në familjen e tij do të kishte një problem? Kështu do të reagojë hoxha me xhamatin dhe me besimtarët që janë mbas tij. Hoxh, Zoti shpëlbeft për këshillat dhe argumentet që na solli në studio. Amin dhe Zoti shpëlbeft. Dërmi që folëm për hoxhën, folëm për imamin, për muezinin dhe për xhamin, kryesisht për raportet që do të ndërtojmë me imamin dhe anasjelltas. Pra kuptuam se xhamia është ajo familja e dytë, komuniteti i dytë, bashkësia e dytë e njerëzve, e besimtarëve, ku ndërtojnë marrëdhënie të ndërsjellta dhe këtë marrëdhënie kryesisht e udhëheq
hoxha apo imami i cili ka përgjegjësinë më të madhe, ka dijen më të madhe, ka dhe kujdesin më të madh. Zoti shpëloj që na ndoqët më të takofshim kalor sa mirë.